50 ditë me radhë, mbi 80.000 spektator admiruan heroizmat e rrugës 20 vjeçare të sigurimit të shtetit. Armasigurimit lindi dhe u pakzua në zjarr në vitet e revolucionit popullor që tronditën mbar Shqipërinë. Atë krijoi partia Shoku Enver. Në mars të vitit 1943, konferenca e parë e vendit të partisë mori vendimin që të krijohet shërbimi informativ. Partizanë fshatar, ilegale qytetar, komunist e pa parti u bën punëtor të partisë sigurimit. Që gjatë luftës shërbimi ynë informativ zbuloi fijet e padukshme të veprimtarisë komplotiste të Baskupit me misionarin anglez McLean. Mercenarët zogjistë e ballist armatosen e stërvitën për të sabotuar luftën nacional çrimtare të popullit tonë. Zbarkimi anglez në Sarand dështoi në sajt të qëndrimit vendosur të shtabit tonë të përgjithshëm dhe personalisht të Shokut Enver Hoxha. Fulci, Hodsoni, Palmer, misionar të zbulimeve anglo-amerikane, që në ditët e para të çlirimit bunë lëvizje grupin agjenturial terrorist të Sami Qeribashit. Në këtë fletush përmbledhet platforma tyre kontrrevolucionare për rrëzimin e pushtetit tonë popullor. Fashistët italianë të turpruar në Shqipëri kërkuan rrugë të tjera për t'u kthyer në vendin tonë. Por as kryqi, as mandati i Vatikanit nuk ndihmuan Nigrisin për të fshirë misionin e vet si komplotist. Padre Anton Arapi u tregua shumë i zellshëm në kryen e misionit ngarkuar nga Vatikani, Roma dhe Berlini. Me generalin SS Filson, atë bashkonte anti-shqiptarizmi dhe antikomunizmi. Klerikëve fashist të organizatës terroriste Dora Zes, popullin e bashkëpunim me armën e sigurimit të shtetit, u zbuloi dhe u likuidoi qerdhën e tyre kriminale. Një kapitull i rëndësishëm i luftës klasore ka qenë zbulimi dhe likuidimi i sabotimit të kulakëve ndaj kolektivizimit në vendin tonë. Por gardhet u prishën, tokat u bashkuan, ashtu siç tha partia, ashtu siç desh fshatarësia punojse. Pushteti hartoi planin mallshtor për bonifikimin e Malikit, që në sy tonë të mos shihej me kjo pamje e rëndë kënetës, ky trashëgim i skaluarës. Misionari imperializmit amerikan Harry Fulls hartoi një plan tjetër. Ai grumulloi fundrinën të shoqërisë sonë dhe organizoi sabotimet në këtë vepër. Por populli dhe sy shqiponjat përmbysën qëllimet e tij djallëzore. Tetiset Jugoslav me Savo Boxhiderovicin deshin të provojnë e kurull atë që nuk arritën amerikanët në Maliq. Por grushti ynë diti të godas. Me vonë Savoja teknik, maskohet diplomat, që të vazhdoj aktivitetin e revizionist kundër vendit tonë. Revizionistët e Beogradit dhe Vatikani sperkaten kryqin me ujë të bekuar, bashkuan kryqin me pushkën në koordinimin e një komplotit të ri kundër Shqipërisë. Zbulimi monarko-fashist grek ka zhvilluar një veprimtari të egër subversive ndaj Republikës sonë. Por populli shqiptar me armën e sigurimit të shtetit u ka gjetur gjithmonë vendin vargut elementeve dhe diversanteve të asfalisë greke. Radioloja Buza e Beradhit që një operacion i shkeltyri armës sonë të sigurimit me zbulimin italian. Në këtë orë u nis nga Roma për në Shqipëri grupi diversanteve me në kryet Hençakun, por në këtë orë mas 4 ditësh ata rrethon nga forcat të ndjekjes e fshatarët patriot dhe kapen pas vrazur Askipush. Nëpërmjet tyre sigurimi ynë zhvilloi radiolojën me fashistët italianë. Në luftë me armiqtë e popullit, një epope me vete shkroi trimi i maleve të veriut, komunisti Palme Lyshi.
Me zgjuarësi e guxim, ai depërtojnë agjenturën imperialistëve ta shtuqujtërin front të rezistencës, në të cilin zbulimet e huaja vanin shpresat të mëdha. Kjo organizatë terroriste grumullon të rreth vetes kapobanda kriminalesh profesionistë. Me mision pranë krerëve të grupit, zbulimet e huaja dërguan përfaqësuesit e tyre, amerikanët Selim Dacin, Sejt Bilibashi erdhi nga anglezët, revizionistët e Beogradit dërguan Ramazan Keqin, Asfalia greke Hamid Matjanin, zbulimi italian kuadrin e tij besnik Alush Leshanakun. Organet e sigurimit, pasi hodhën në dorë drejtimin e kësaj organizate, këputën fijet e saj dhe asgjesuan banditet dhe agjentet e huaj. Kjo që një punë gjatë, e vështirë dhe plot rreziqe, por u krye me zgjuarësi dhe shkallëtësi nga njerëzit tanë sy shqiponj, të mbështetur fuqimisht nga populli. Greqia monarko-fashiste ur kalimi për diversante kriminal. Këtë erdhe në vitin 1951 edhe agjentet e zbulimit amerikan. Pas kapjes së krerëve të tyre, organet tona të sigurimit zhvilluan me zbulimin amerikan a radiolojin liqeni Vajkalis. Shoko Mehmet Sheu, në atë kohë ministri i punëve të brendshme, e drejtonte vetë këtë operacion shumë të rëndësishëm. Shkelësit e dërguar nga zbulimi amerikan duhet të kapen të gjallë dhe në radhë parë komandantët e grupit. Forcat tona operative maskojnë çdo shenjë që mund të vërë në dyshim pilotët amerikanë. Radioloja filloi. Për shumë kohë zbulimi amerikan ju nënshtrua planit të radiolojës. Na dërgoni armë, na duhet Hamid Matjani dhe një radist. Po ju dërgojmë, prisnin koordinatat e saktura, keni kujdes. Përse hodhi aeroplani, ç'prista ju dhe ku përfundoi kriminali me damk Hamid Matjani? Bashkë me te, Halil Branica. Zenel Sheu prite nga amerikanet që t'ju raportonte për punën e kryer. Këtu bandit, akuzohesh ti dhe padronët e tu. Amerikanët s'ka dyshim me nisën Shqipërinë për me bënë një përgatitje e një organizim për me bënë një viziotar matosën kundrejt pushtetit popullor të Shqipërisë. Shpartallimi i plot i aksioneve të zbulimit amerikan, asgjësimi i diversantëve, armet dhe materialet e kapura, ky që rezultati i radiolojës liqeni Vajkalit, i këtij kombinacionit të studiuar të organeve tona të sigurimit. Shqipëria dhe fqinjt, këto qendra të stërvitjes nga ku dërgohen diversant, na diktojnë vigjilencë, mbrëmtësi, gatishmëri dhe guxim. Te mesejko vegël e një komploti të ri kundër Shqipërisë. Kryqëzim planesh për okupimin e Shqipërisë në shkallë ndërkombëtare. Komploti kurdisur me flotën e 6 amerikane, zbulimin grek dhe revizionistët jugoslav për ndërhyrjet armatosur. Por si gjithnjë edhe ky komplot u plasi në dorë armiqve të vendit tonë. Dhe shpata drejtësisë ra pa mëshirë mi kokat armiqve. Mua më është kërkuar 2 herë që të raportoj me shkrim. Tradhtarët japin llogari para gjyqit të popullit. Një herë në vitin 53 dhe kam raportuar me shkrim, një herë në vitin 54 dhe kam raportuar me shkrim. Ata kërkonin as veprimtaria e spionëve të regjur, as dhe komplotet e zbulimeve të perfeksionuar të imperialistëve nuk do t'ia kalojnë vigjilencës së popullit tonë dhe zgjuarësisë së organeve të sigurimit të shtetit. Do të thënë mundësisht hidheshin në dorë materiale ushtarake për të dërguar atyre. Kjo luftë heroike 20 vjeçare na rrembeu shok dhe vëllezër. Ata u përleshen me armikun, u gjakosen me te, e mposhten me guxim, me trimërinë, me zgjuarësinë dhe me gjakun e tyre, që Shqipëria të rrojë, që populli ynë të ndërtoj dhe të gëzoj jetën e re socialiste. Fjala partisë dhe porositë e shokut e nver janë kur dhe jetë të shtrejta dhe program pune për qekistët tanë sy pa trembur. Duke përgjithësuar eksperiencën e punës 20 vjeçare, ata mprejnë çdo ditë aktin e tyre luftarak. Ekspozita si dhe krejt puna sigurimit përshkohet nga ideja me popull për popull. Këtej kaloi diversanti, tok do ta kapim. Kapim. Fshatarët kanë gjeshur dy feket për të mbrojtur vatanin. Ne një besë kemi dhe këteja kemi dhënë partisë Sokalesh. Partia dhe populli ynë
mbroi me vigjilencë të lartë fitoret e punës paqësore, ndërtimin socialist të vendit. Në asgjësimin e një bande titistësh, si tër popullin ndihmoi me shumë trimëri, malsori vogël me zemër të madhe, pionieri Xhelal Martini.